Dafne, dhe të falenderoj shumë që je në studio. Shpresoj që nuk u mërzitet u prita, jo? Jo. Jo, a? Përshëndetje, Dok, falenderoj shumë që je në studio. Rato, të lutem, dhe kam shumë kënaqësinë që të kam sot në studio dhe të falenderoj që gjete kohë në këtë pasdite, a? Është kënaqësi. Të lutem. Ne sot do të flasim shumë çka, do të fokusohemi shumë tek profesioni yt, por edhe tek jo. Më thuani pak si po kaloni gjatë kësaj periudhe? Si janë ditët e nxehta, i përjetoni lehtë apo jo? Ditët e nxehta nuk janë shumë problem, po është normal me moshën pak. Ndryshon edhe. Jo në atë periudhën e adaptimit për me u bë plak. Po e shijon mjaftueshëm? Po. Po edhe po më pëlqen se nuk jam nda prej punës plotësisht, po vazhdoj me qenë aktiv. Mandej po mundohem në një farë mënyrë me përcjellat, përvojën tem. Se tash veç jam bë 42 vjet. 42 vite. Po. Nëse kthehesh mbrapa dhe ose e bën një reflektim të këtyre 42 viteve, çfarë kujton më shumë ti? Ajo që ka më shumë ti më ka pëlqyer ka qenë periudha kur kom punu me fëmijë. Me fëmijët? Rreth 18 vjet kom punu me fëmijë në mbrojtjen pasore shëndetësore që përpara kanë qenë si shtëpitë e shëndetit në dispanzerin e fëmijëve. Ajo është ai kujtimi më i mirë edhe që më ka bë me u ndi shumë mirë. A është më e vështirë të punosh me fëmijët? Nuk e di për shkak se për mua ka qenë kënaqësi. Edhe ashtu që e kom përmbush veten edhe zi. Ka qenë një periudhë kur më ka pëlqyer shumë, se fillimisht kom fillu si mjek në Drenas, edhe aty kom punu me fëmijë. Mandej një kohë kom punu në shkollën Zënel Hajdini si mjek shkollor. Mandej pjesën më të madhe kom kalu në pjesën e vranjërësit në stacionin e 4 shëndetësore dhe aty kom punu si mjek deri mas luftës. Mas luftës kom provu pak në Ministrinë e Shëndetësisë. Kom mendu se muj me sjell përvojën edhe me pru ndryshime, dikur u dorëzova edhe u ktheva në shëndet mendor ku njësoj e ndi vetën mirë. Në momentin që po flasim, ju gëzoni një respekt shumë të madh nga gjithë njerëzit, sepse keni ndihmuar shumë njerëz, sepse 42 vite janë një numër i konsiderueshëm pune, që keni ndihmuar jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit, mosha të ndryshme. E ndjeni shumë këtë respektin e njerëzve dhe mënyrën se sa janë mirënjohës ndaj punës dhe përkushtimit tuaj, Dok? Njerëzit janë shumë mirënjohës. Edhe shumë shpesh ata më njohin më tepër. Thjesht janë më të kujdesshëm, e gëzojnë një respekt madh që më bën me u ndi mirë. Por nëse marr me reflektu, tërkon jo mundu me punu sa më tepër, me sjell lojrisi, me qenë pune pa lodhshme, po tash po i shoh cilat kanë qenë mangësitë e asaj pune, kur i këshyri kështu prej një distancë kohore, e shoh se ka mujt me u bë shumë më tepër. Në cilin drejtim? Po, kryesisht si mjek drejtohemi pjesa më e madhe, një pjesë e madhe e mjekëve që janë klinicista, shkojnë në shërim. E tash po e shoh se shumë pak është bërë dhe vazhdon të bëhet pak në parandalim. Se si mjek i ri, si student, kom mendu se sa i përket psikiatrisë nuk ka shumë që ka me u bo parandalim, për tash me kohë e kom kuptu se ka shumë. Ka shumë faktorë që të mund vinë rreth e parandalim, ja? Aty është. Për që ato shpesh herë përsëris vetën edhe gati e mboj mërzitshëm, duke dashur që të tregoj rëndësinë e familjes sa i përket shëndetit mendor. Dok, pavarësisht moshës dhe eksperiencës tuaj në këtë fushë, gjithmonë shikoni hulumtime, shikoni punën e madhe që bëhet në Shtetet e Bashkuara dhe jo vetëm, dhe mundohuni të jepni në hap me kohën, me çfarë bëhet në për seanca, terapi të ndryshme anë mban botës dhe mundohuni që atë ta sjellni pastaj edhe në vendin tonë.
Jam korrekt po besoj. Ajo është normal, se puna e një mjekut nuk fillon me përfundimin e studimeve. Se mësimi gjatë tërë kohës kem një mësim aktiv. Sa duke i përcjell risit, sa mësojmë prej përvojës, po jo rallëherë mësojmë edhe prej klientëve. Në rregull. Unë thash para se t'ju ftoja në studio, thash që ju shoh nëpër debatet ndryshme televizive, ku ballafaqoheni me shumë personazhe, personalitetet të ndryshëm në studio, ku flitet për një temë, për një fenomen, për një dukuri qoftë në shoqërinë tonë, por dhe globale, por radio kemi parë në intervista që folni për veten e juaj. Ftesa po besoj keni pasur, po e parapëlqeni si ide, po besoj me punën tuaj e keni ushtruar më shumë detyrën e të dëgjosh të tjerët, a? Ajo është pjesë e punës të ndëgjoj më shumë se që të flas, po. Kanë qenë në tralla se zakonisht mësom i parapëlqej, po mundohem që t'jap kontribut në debate të ndryshme, tema caktume, të sjellje përvojën tënë. Dhe keni një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me mediat realisht. Po, nuk kom pritu asnjëherë. Cilla do prej mediave që më ka thënë, kam qenë i gatshëm gjithmonë me ju përgjigj thirrjeve, por gjithmonë është qëllimi i promovimit të shëndetit mendor. Po. Se ende ekziston një stigmë të asaj përket shëndetit mendor. Mendon që u zbut pak? Po, ka fillu me u zbut mjaft shumë, por do shta me thonë se sa isha 2 muaj në Amerikën, Washington, në një institucion shumë të rëndësishëm shëndetit mendor atje, e kom pas se sa i përket stigmës, asa ta nuk janë shumë më mirë se na. Ashtu që i mbetet shëndeti mendor si një Stigmatizim global, mati, po. Po, është një stigmatizim global. Unë dua të di në adoleshencën tënde, para se të fillonit studimet, se ishte ideja që të ballafaqoni me një profesion të tillë. Sa ishte e vështirë vendimi që unë dua të bëhem ekspert i fushës së shëndetit mendor, një neuropsiatër në të ardhmen, të rinj të mbase në shumicë zgjedhin diçka tjetër, zgjedhin profesione të ndryshme, por në atë moshë delikate në të cilën je duke u rritur me marr dëshirën për të qenë një neuropsiatër, për m'ia kushtuar një karrierë të tërë, për juve si ka ardhur në atë periudhë. Për me qenë i sinqert, asnjëherë nuk kom mendu se do të bëhem mjek. Çfarë keni menduar që do bënet? Për shkak se kom pas shumë prirje për shkenca teknike. Më ka pëlqyer shumë në atë kohë arkitektura. Mirë po, ishim një familje, një punëtorit, e disha se nuk ka mjete për jashtë, arkitektura është hap 2 vjet pasi që une kisha kry gjimnazin, edhe për të vendos me shku në elektro. Në një të bim familjar, agja për thot letë me shku në elektro, se nuk ka provim pranus, nuk plotësohet numri, edhe je i sigurt. Për me dëshmu vetën, në mjekësi, kur s'kom mendu mjekësi. Për cilën moshë po flasim? Po flasim gjatë maturës, të të vjeqare. Okej. Isha jo vera prej maturës. Ai ballafaqimi me pyetjen çka tash? Çka tash? Unë veç kisha apliku në elektro edhe për neve shqiptarve për në shtidje shka i thus mundësh. Tha letë është se atë vit ka qenë akcioni punu si Bërlepens, për herë parë është në bajtë në Kosovë ka fillu, isha në akcion, mandej jo marë aktivisht me basketbol për 18 vjetë. Isha edhe në pregaditje, në pregaditje në akcion, e tash s'mon mjekësi. Edhe unë zbojë i zhurëm, e pjus motrën qysh bohën dokumentat duplikat, përshka këse s'kam ujtë në atë kohë fotokopjume, i shpallit pavleshme, aplikoj në mjekësi, shkojmë provim pranus, edhe japë. Edhe ku shkoj, në të vërtet kishim musafir në shpi edhe dola me ble buk. Edhe një shok i klasës, a i kanë shpall rezultatet, të shamë pa mu, ta si e kom pa vetën, mos kom qyrë kërkan.
edhe unë e harroj bukën drejt. Me pa rezultatin. Po, me pa rezultatin e shoh që jam pranu kur u ktheva lufta 2, lufta 3 botnore. Me kë? Me nanën se ajo ka prit bukën për me shtur drekën për musafel. Ndërkohë e ka që vllon, ka thonë ajo hub dikun edhe e kishin kry drekën kur hyna mrena yje. Unë thash, veç pak qëtësi të na, që bo thash, jam pranu në fakultet mjekësisë, sepse kur ki konkuru, thash atë ditë kur më këni thonë që s'bajt. Ashtu kom fillu mjekësin. Se ishte atëherë fusha e ekspertëve të shëndetit mendor si që ndronë të vendin? Ka pas shumë pak. Shumë pak ka pas. Shëndet mendor ka pas shumë pak, më thëmë, jo numru ngishta dorës psikiatrët. Në vërtet në atë kohë ajo ka qenë neuropsikiatra, se neurologjia e psikiatria kanë qenë bashkë, e numri neuropsikiatra në atë kohë për Kosovë ka qenë shumë i vogël. Si ju priti pastaj ky profesion? Kur niset, kur përfunduat studimet, pastaj a i kishit menduar ndryshe se puna pas diplomimit në mjekësi në neuropsikiatri do të ishte më e lehtë, apo i kishit paramenduar kështu si ju doli? Sepse pak flitet realisht për ju, sepse... Fillimisht po flasë si mjek i ri edhe si student, nuk ka qenë shumë atraktive për mu asë neurologjia, asë psikiatria. Neurologjia është pak ma letë se mirësh, truni është organe dhe kish ka prek, ndërsa psikiatria është shumë abstrakte, dhe thëshë se të këto raste nuk ka ma që ka me u ndihmu, nuk mund me u bo shumë ndryshime, krejt. Mirë po me kohën, veç fillova me e ndryshu këtë mendim, ka qenë doktoresha Zana, një psikiatrit të shosh në Amerikë. Edhe ajo pak ma tepër insistoj ki sens për psikiatrie dhe e mora neuropsikiatrin, se jam gjenerata e fundi që ka qenë si neuropsikiatri, ma ndë jo nda si neurologjie dhe psikiatri. Thjeshtu dëshurovan këtë punë. Sa është e vështirë, sepse ju e keni tashmë pjesë profesionit juaj dhe kur ju pyes këtu mbase mund flisni edhe për kolegët juaj, sepse sa është e vështirë për ju emocionalisht, dëgjoni rrëfime, dëgjoni dhimbje, humbje, traumat njerëzve të tjerë, dhe a i mbani me veta, apo fillimet e juaja kanë qenë vështira në këtë pjesë? Fillimet kanë qenë këtë pjesë pak më të vështira, e zakonisht e përdori shprehjen se në momentin kur dalë prej ordinancës, mantillin e bardhë e lomë varësi. Do me thonë, krejt jesin në gjyre edhe nuk mirët kugjo me veti. Se me i marë të gjitha me veti, e kom banesëm shumë dvogël për një zonë gjitha. Për me një zonë gjitha. Sepse nga njerë njerëzit, kur ishon në për kafe të ndryshme, janë disa tipat njerëzve që ju japin për shtypjen e njerëzve të besueshëm. Dhe pastaj njerëzit shprehen të këta, kanë më tirë, pa ata ngarkohen. Dhe kur kam shoqëri tillë, shoh që jo më lodh se ma ka zënë një problem të vetin, ndërsa ju, për të shtruar një profesion me 42 vite, që keni dëgjuar për kësaj histori nga më të ndryshme dhe nga më të rëndat, andaj ju pyeta në momentin që jeni sa e keni të vështirë me gjetë paqen, kur jeni vetë në shtëpi, apo bëhet pjesë e rutinës tuaj racionaliteti dhe puna? Rrallë herë ndodh që puna me më shkaktu, se normal edhe unë jam njeri balafaqona me plot probleme tjera edhe jashta punës me qoftë familjare, qoftë në rrethin e gjërë ose në rrethin e ngusht, është shumë normal. Në punë ka ndodhë ma rallë, por ka qenë një moment kur e përshkujta terapinë, se në qendër ku kom punu, një kohë gjatë qendrën për shëndet mendor, pishekon recetën edhe po thotë, dok që ka që pare unë hargjojnë mujtë veç për bukë. Nëse i blej i lachet, jo ka qenë një moment që thjesht zinë qyshme raku. Po, mandej fillon, ishim ma shumë të furnizu me i lache, ashtu që klienta që kanë anë qendër kanë marrë edhe terapinë, çdo herë që i kemë pas i lache, ata i kanë marrë falës.
Mirë po është një kategori e marginalizume shumë, ku në rend të parë është shumë vështirë me bindë familjen, se familjet ato në smundje kronike lodhën për një kohë gjatë, me bindë familjen me e pasë në anën e juj me qenë bashkëpunëtore dhe me mujtë me punu, dhe kur involvohet familje dhe e marrin e kapin atë moment, atëherë shumë ma letë është me i menagju raste. Po jo radhëherë familjet janë të lodhuna dhe me zipresin që ai persona e antari familjes kaloj si bare shoqëris apo bare dikuj tjetër. E thatë shumë bukur dhe niset realisht me një përgjigje që mund të parandalohen disa prej problematikave të shëndetit e mendor emocional dhe vihet theks shumë të madh tek familja, sepse është rrethi në cilën lindim dhe rritemi, zhvillohemi. Aty thithim energjin për funksionimin tonë. Pse është vështirë? Në një rast, kur t'je ndëgjon një histori, i ofron një mbështetje, i ofron një siguri, bashkëbisedusit, shokut, familjar, por kur nuk je mësu me mbrojt vetë, atëherë atë energji e përmbrenson edhe bohot e për e rëndë për ty. Unë shpesh ju thomë klientëve të mis me menë se jam me një pus, dhe është i vetë një person që i po kalon, a do të afrohet me mas gjatë dorën për me mëzjerë. Normalisht që shumica e gati gjithë pojnë. Po, pa tjetër, bukura mund është me një dorë me ingrit 120 kg? Jo. Që ka me ndodhë, kena me qenë dy veta në pusë. Edhe ne, për me indihmu dikuj tjetër, duhet me pas një stabilitet edhe një fuqi tonën emocionalit mjaftueshme për me mujtë mi ofru. Se për ndryshe atëherë janë dy veta në pusë. Në rregull, mund ma bëni një dallim mes një familje tradicionale dhe një familje moderne tek prindrit e rinj sot që kanë fëmijë, cilat janë disa pro dhe disa kundërta të këtyre dy dinamikave familjare? Shiko, për një kohë shumë gjatë, të ne nuk ka pas të pastrehë, cëllë bredhin rrugë. Se gjithmonë, nëse s'ka pas familje shumë të afërt, kanë qenë ose fëqit, ose familja ma e lartë që i kanë dimu, e kanë strehu dikend edhe nuk e kanë lanë në rrugë. Tash kanë fillu me pas të pastre rrugëve të qytetit. Një familje tradicionale ka pas një kohezion mes antarëve të familjes shumë atë e kësu. Familjet e reja po shkojnë ka zbërthimi. Mandej, problematika dallon me qëfar balafaqohën familjet e reja tashtë. Po balafaqohemi me një kohë, të pa kohë, ku një numër shumë i madh i trive fillojnë shumë herët me konsumu substanca narkotike. Edhe të është njëra prej brengave, matë majat familjeve, prindve të ri. është si me mujtë me i parandalu edhe me i mbrojt ata fëmijë prej një rrugës të keqe ose prej fillimit qoftë konsumimit alkoholit apo substancave psikoaktive. Edhe kjo është një brengje madhe. A janë përgatitur prindrit e rinj? A e din më mirë prindrit e rinj se me çfarë po ballafaqohet? Se mbase prindrit më të vjetër, prindrit tradicional, nuk është që kanë pasur mbase një ritmë mjaftueshme dhe informacione se cilat janë banë ato dhe substancat. S'ka pas raste aq shumë më herët. Po shumë e vërtet. Sa ka tashtë. Janë më të përgatitur në kuptimin teorik për efektet e substancave. Mirë po, ne kem shkolla, universitete, plot institucione edukative. Keni ndëgju për në një që ka, për shembull, master si me u bo babi mirë? Jo, asnjë. Master si me u bo. Kjo është diçka që na e fitojmë gjatë jetës, e fitojmë
atë përvoj. Do më thonë, nuk ka ndonjë libër, ndonjë spjegim universal se si t'jemi prindi mirë, si t'jemi nën, baba i mirë. Se mas pari dalojnë edhe vetë kulturët. Na jemi një shoqëri patriarkale. Jem pak ma konservativ nëse e krahasojmë vetën me pjesën tjetër të botës. Mirë, po një e keqë është ashtë se këndosh me bo një kapërcim shumë shpejt prej asaj tradicionalës, asaj që është e mbrapa mbetur, me marrë një bashkohore, një tre. Jam bërë hapa shumë shpejt për thua dhe nuk kemi pasur mundësi që të marrim frymë në kapërcimin e këtyre hapave. Se ne nuk kemi mbri me e marrë komplet një sistem të vlerave, një vendi ma zhvillum, por i kem lënë këtë sistemin e vlerave tradicionale mrenda cëllës kem funksion. Edhe çka po ndodh? Po ndodh një krizë gjatë këtij tranzicioni sistemi të vlerave. Edhe de facto, ato si kem pranu, këto i kem lënë, është kriju një boshllëk i cili po na kushton shumë. Dok, duat flasë për një dukuri që nuk është të shprehur vetëm tek ne, por është të shprehur në gjithë botën, është përdorimi i qetësuesve, i antidepresantëve, pa rekomandim të mjekut, pa ndonjë konsult të mjeku, mbase shokut, shoqja shoqes, përdoren shumë si Xanax, si qetësues të tjerë, që janë pa rekomandim të mjekut. Si është shihni të rinjt që mbase po i bëjnë këto gabime ose kanë këtë qasje ndaj këtyre qetësuesve? Kjo është edhe arsyeja për shkak se shpesh më pyesin mendimin im për legalizimin e substancave. Ta marrim veç barit. Po, marijuanën, po. Unë jam absolutisht kundër. Pse? Pse thjesht ne ende nuk kem arrit me e pas në kontroll të plot distribuimin e barnave. Do me thonë barnatorët tona, deri vonë tash kanë fillu disa ndryshime, po është ende vetëm fillimi, ke mujt me ble barna cëllin bari ke dasht. Pa recet. Pa recet. Xanaxe dhe qetësues tjerë, në anksiolitik, ata krijojnë shumë shpejt vëshmëri, krijojnë tolerancë, fillim e ndinat efektin me një tablet, mandej shkon 2, shkon të urri dozën, kom pas tjenë që kanë shku 15 deri 20 për me mbrijat efektin e dëshiru. Nisoj edhe disa prej antidepresive shkaktojnë vëshmëri. Unë nuk e kom problem kur e shkruj një Xanax, një antidepresiv, të personat cëlt janë të rregull të unë. Për shkak se përcjeli edhe nuk i lejoj me mbrijat pjesën e kufiminit kur fillon me kriju një vëshmëri. Po, por diskursi dhe fjallori në shoqërinë tonë, sidomos tek të rinjtë është, mëse ta ka përshkruar mjeku ty e keq, po e pi edhe unë, se besoj edhe mu bën mirë. Dhe kështu po besoj që vëshmëria fitohet më lehtë kur nuk je duke u konsultuar me një profesionist fushës. Për dallim prej atij që shkon rregullisht. Ai që shkon rregullisht është në një mbikëqyrje profesionale, edhe për cilët. Ndërsa ata që e marrin vetë, ata shkojnë të e rri dozën për shkak se krijohet toleranca, edhe për me mbri efektin të në kohën fillojnë me e rritë, derisa krijojnë një vëshmëri të plot që nuk është e pashërueshme, nuk është diçka që nuk rregullohet, por kërkon shumë kohë, kërkon shumë përkushtim, dhe kërkon mobilizim të krejt familjes edhe të mjekut. Okej, të flasim vetëm edhe pak dua t'i vë theks barit ose marijuanës. Shumë të rinj sot e konsumojnë. Mund të ma thënë ju në përgjigje të saktë se pse konsumohet marijuana? Ka plot shkrim dhe asnjëherë nuk është një definicion i saktë. Fjalë se nuk është drogë, se është shumë e butë, se nuk krijon vëshmëri, që në fakt nuk qëndrojnë. Edhe disa studime britanike tregojnë se marijuana, unë nuk di për veti në 7 breze, 10 breze, a kom pas ndonjë antar të familjes me një smundje kronike psikiatrike, me skizofrenia, po, me nëjë psikozë dishka. E tash ata kanë ardhur përfundim se marijuana po e zgjon atë gjenin e fjetur,
që do me thonë nëse ka egzistu të une, a i nuk është aktivizu asë njëherë. Mirë po, në momentin kur filloj me përdor, atëherë e zgjonat gjenë edhe thjesht e provokon smundjen. Për që ato të disa individ nuk manifestohen ndryshime psikotike me përdorimin e marijuanës. Po të një numëri madhi tyre, po zgjohet a i gjenë edhe kur po e merat karakterin kronik të një psikoze kronike, atëherë aty ma nuk ka shërim vetëm që ka mundemi me... Po, sepse shumë të rinë e konsumojnë për të larguar pak për realitetit, për të ikur nga problemet, nga hallet e tyre, po flasë në gjuhën nga atyre që e përdorin, me ikë pak për realitetit prej hallet dhe i shojmë qoftë në për partit të ndryshëm, në për festivalet të ndryshme, në për ambientet hapëra, është më i shpesh përdorimi i tij, sepse duan të kënaqen kushtimisht më shumë. Është ajo ndjenja e përkatësisë. Këtu qëndron edhe ajo insistimi jam të familje. Nëse i kem një familje e cila nuk ka një harmoni të duhur në funksionimin e saj, kur ka shumë dhunë, kur ka shumë konflikte, thjesht fëmijët dëshirojnë me ikë ati realiteti, me ikë prej ati mjedisi, edhe ikë në rrugë. Edhe unë shpesh e përdori termin, në rrugë nuk ka me e taku as një hoxha, as një haxhi, po ka me taku fëmijë që kanë probleme të ngjajshme. Edhe ata kanë nevojë për me pas atë ndjenjen e përkatësisë, edhe fillojnë me u identifiku me atë grup. Edhe këtu është ai. Po thua një përqindje madhe e trinjve që përdorin substanca vinë nga një familje, po themi kushtimisht jo fort e shëndetshme dhe e qetë. Jo shumë funksionale, po, në kuptimin funksional një familje e cila është e shregull. Një këshill për gjithë ata prindrit që vuajnë që fëmija i tyre përdor substanca, çfarë do t'i këshilloni të prindrit, cila do të jetë çësia ideale ndaj një adoleshenti që të ketë largim prej substancave dok? E para na vjen me motivu individin për me kuptu se është koha për me ikë, për me dalë për aty. Ta bindim. Këshilla është se familja duhet me qenë shumë përkrahëse dhe shumë mbështetëse. Të mos jetë shumë gjykuse për diçka në për çka ka kaluar. Se nëse dikush fillon me u mundu, se nuk është lehtë. Unë e përdori shprehjen për me dalë prej aty të është me heci zbathur në përferr, ku është krejt flak. Mirë po, dera ekziston. Duhet me kalu për me dalë prej aty. Familjar duhet me e kuptu se ata trit ballafaqohen me probleme shumë të mëdha. Për ato shumë e nevojshme me i mbështet, me i përkrah, me tregu një mirë kuptim. Se ma e letë është me i thonë, ajde më re narkoman, ajde më re drogagji, me u përbuz, me i fajsu. Unë e kuptoj se familja lodhët. Por për mua me nxjerë dikend për një vashmërie, me i dhonë dikujt një mundësi, një jetë dytë, është dishka shumë. Po besoj suksese tilla keni pasur shumë karrierën tuaj, ja? Ka pas edhe suksese edhe dështim. Edhe dështim, a? Po. Mirë po, çka është shumë e rëndësi është mës me hup guximin për me provu. Se ka ndodhë raste 2 herë, 3 herë, është rikëthy herën e 4 ka dalë. Po njëri këthim nuk do me thonë me u dorëzu edhe me thonë s'ja vlenë se s'po shkon. Po duhet me qenë shumë insistus. Se kur ju vjet dikush që i abuzon, problemi është derisa ata e marrin, ata ndihen mirë. Në momentin kur i lëshon, ata fillojnë me fajsu vetën, me trajtu vetën si një hiç. E në qatë vetë fajsim, kur ne i shtojmë edhe fajsimet tona, ajo është si kur dikush hec buzë greminës edhe ju ja jepni një qtyme për me ra. Ata duhet me i tërjek. Nuk kem na mjaftri për me i humbë. Duhet me luftu për çdo individ. Po mjerisht ne si shoqëri sa i përket rehabilitimit të këtyne personave nuk kem bërë kurçë.
Ku është tek një gabim që e bëjmë ne shqiptarët, ose specifikisht shqiptarët e Kosovës në raport me shëndetin mendor dhe problematika ditore? Çfarë do doje të ndryshoje, ju, personalisht si neuropsiatër që keni shumë punë me njerëzit e këtij vendi, po edhe me atë se çfarë shihni, lexoni nëpër media, ku duhet të ndryshojmë në parim fillimisht tek vetja dhe pastaj te shoqëria? Nëse ne jemi gjendje me kalu gjysore, një orë e gjys në parikëri, për me regullu flokët, për me u duk bukur. Nëse e kalojmë atë kohë aty, pse nuk i japim shumë a pak kohë, edhe pjesës së shumë e rëndësishme edhe me undi mirë, jo veç me u duk mirë, po edhe me undi mirë. Ashtu që thjesht një bised me një profesionist shëndetit mendor nuk ju zhvlerëson juve, po thjesht ju fuqizon me u ballafaqu me një realitet, me u ballafaqu me vetveten, me gjetë vetveten brenda jush, me arrit një baraspesh me vetveten. Atëherë shumë ma let i përballojmë krizat edhe te i kalojmë. Edhe kjo është ai parandalimi. Mos me prit me u zhvillu plotësisht, po thjesht me qenë mbështec për dikend në momentet kur e ka vështirë. Kjo është edhe e dyta, është njësoj pjesë e kulturës, pak e traditës tonë, ne mundemi mu ullë, me bo muhabet për krejt mahallën, kush kur po vjen të shtëpia, kush me këndo është i shoshun kur vjen në shtëpi. Flasim për gjithë shka. Po rrallë herë ose hiq nuk e marim guximin me folë se si ndihemi. Shumë pak ndjenjat janë tavolinën e shoqërive tona. Shumë rrallë. Edhe kjo është ai momenti kur dikush, plot herë, plot raste kom pas, kam mjaftu një bised, një seancë, dy, dikush me rimar vetën plotësisht edhe me vazhdu. Thjesht ka pas nevoj për një qështyme, me thonë, kushtimisht, ose dikush me i konfirmu se jenë rrugë të mirë, vazhdo. Po. Kjo e para, që ka e diskutuat, sa i përket mënyre se si qasimi në përgjithësi, më duket që edhe stigmatizimin në shëndetin mendor dhe largimin e tij, më duket pak që e kanë larguar edhe reality show të ndryshëm, në Kosovë dhe në Shqipëri, këto 3-4 vitet e fundit, personazhe shumë të ndryshme, me influencë tek njerëzit, dalin në rrëfimet e tyre jetës dhe tregojnë që kanë vuajtur nga ankthi, depresioni, sulmet e panikut dhe pastaj në formë tjetër apo ndryshe, mëshirohen edhe audienca me ta dhe i lënë të flasin më lirë që nëse janë duke e këshyr bashk atë rrëfim, e ka më të lehtë i tregon vllaut ose babait që e dhun vuaj, a mendon që kjo ka bërë një kthesë shumë të madhe apo jo? Kjo ka fillu me hap një farnyre, një dritare, apo një këndvështrim tjetër sa i përket shëndetit mendor. Po, e meta e gjitha saj që gjatë kësaj pune, jo gjithmonë është në pyetje një smundje, jo gjithmonë është në pyetje një çrregullim. Ne gjatë zhvillimit ton, thjesht duke u rrit, ndrojnë edhe përgjegjësi sallatike. Edhe në momentit caktuar nuk e kem atë siguri edhe atë vetbesim se ja dalë. Edhe këto janë kriza emocionale që cilat unë i quaj zhvillimore dhe plotësisht normale. Edhe këtu mjafton një mbështetje, një mesazh, nuk je vetë, për me u tejkalu. Edhe mos me marë se çdo shkumje te psikiatri, çdo shkumje te psikologu, bëhet fjalë për një smundje ose për një çrregullim. Jo, është një këshillim, është një mbështetje profesionale edhe një ndihmës shumë e madhe për tejkalimin e krizave. Edhe unë mendoj se shumë më tepër kemi bëjmë me kriza të ndryshme emocionale, se sa jem të prirur me folë për depresionin, për ankthin, me qenë i mërzitur është normal. Edhe anktja dhe stresi janë pjesë shumë të nevojshme të jetës tonë.
Se stresi është një generator i cili na mobilizon dhe e thithim një energji për me reagu, për me qenë funksional. Në anën tjetër, ankthi është diçka që neve na ndalon dhe kërkon prej neve me qenë ma të kujdesshëm në veprimet tona. Do me thonë, është i nevojshëm. Por në momentin kur intensiteti i stresit ose i ankthit fillon me qenë pengesë në funksionimin ton të plot, normal, atëherë duhet me u kërku ndihmë. Edhe duhet me u kërku shumë herët, shumë shpejt, pse shumë ma letë të i kalohet një vështërsi. Sa i përket sëmundjeve kronike si depresioni madhor, çrregullimet psikotike, çrregullimet e personalitetit, ajo është diçka tjetër. Po në krahasim me pjesën më të madhe të popullatës, e cila është e shëndosh, po është e brengosur, është e mlefosur, mandej një emet e madhe e jonja, më thëmë kështu, global është se shumë shpesh jem të prirur me funksionu me inat. E inati përshkruhet sikur se një gotë me helëm me e pi dhe me prit me vdek tjetri. Inati e mbyt atë person, e mbyt vetë vetën. E kjo është ajo kur dikush fillon me qenë i arsyeshëm e jo me funksionu në mënyrën që emocionet i diktojnë. Doktor, ke ditë natyrën e emisionit Kanape dhe që shumë i pranishëm rrjetet sociale, sidomos të rinjtë e duan dhe përkrajnë shumë. Për ju si neuropsiatër, unë i kam disa pyetje të shkurta që dua përgjigje të shkurta me definicionet e juaja se i dini sa i përket këtyre emocioneve. Ju si e përshkruani lumturinë? Lumturia është një ndjenjë e momentit kur dikush ndihet i përmbushur. Në gjitha aspektet. Se lumturi absolute nuk ka. Por mjafton me qeni përmbushur edhe njeriu synon me plotësuar përmbushje edhe ma tepër edhe me e rujt. Si e përshkruani dashurinë? Moti ka qenë, kom harru. Ke harum do ka janë, ke haru. Po flas dashurinë në aspekt universal, jo në aspekt romantik. Jo. Po të kuptoj. Mënyra ma e mirë e manifestimit dashurisë është respekti edhe kujdesi. Nuk duhet me qenë ajo dashuri në kuptimin e erotikës, por mjafton me ju pëlqy dikush ose me dash dikush për disa veti që i ka. Edhe kur dikush e tregon një respekt, një vlerësim të asaj, ajo është një mesazh se aty ka dashuri. Po të radhtim, si e shihni? Pse ndodh ose pse njerëzit preken dhe kalojnë vite të tëra? Si shprehje nuk e përkrahi as pak. Të radhtim. Kur unë kom qenë i ri, kom mendu se nëse mu më traton gruaja, njëherë kom mendu me i vra dytë, më sandej njenin, më sandej tjetrin, më sandej e kom kuptu se ku është bështloku cilën unë e kom kriju edhe dikush ka pas nevoj me gjetë dikun tjetër. Tradhti është thjesht me reflektu, me i gjetë bështloqet cilat jom kriju në një raport. E jo me u fajsu me njëherë, se na jem njerëz, ti tha qka është lumturia, kur dikush është i përmbushur. Kur krijohen bështloqet mlaja brenda neve, atëherë gjithmonë mund me u gjetë dikush që ka me tregu një kujdes, me tregu një mirë kuptim për bështloqet që ekzistojnë, një farmyre me fillu me i përmbush ato bështloqe, atëherë është shumë normal që dikush ka me fillu me undi mirë. Por në kuptimin e tradhtis, më shumë është për mu me i gjetë bështloqet cilat të ne po i krijojmë, edhe dikush tjetër ka nevoj me i gjetë dikun tjetër. Në të dy raportet, edhe në raportin romantik, edhe në shoqëror, edhe punë, kolegë? Gjitha.
ku ne krijojmë. Natyra është e krijuar, nuk duron boshllëq. Po. Aty ku ne e krijojmë ose e lënë një boshllëk, ka me umbush me diçka tjetër. Në rregull. Doku, unë falenderoj shumë që ishë në studio sot, patjetër kam pyetje dhe tema shumë tjera për të shtjelluar, po besoj një moment tjetër sepse kaluam edhe për te minutazhes. Unë falenderoj shumë që ishë në studio, të uroj punë të mbarë të suksesshëm. Unë e di që përveç aspektit profesional jeni përmbushur në aspektin personal, si një baba, si një prind, po edhe gjysh, nëse s'gaboj po. Po. Po e shijoni këtë periudhën qenurit gjysh më shumë se qenurit baba? Po, se tash thjesht po i shoh se si po rritën fëmijët. Okej. Ndërsa, kur kom qenë baba, tankon kom dash me punu ma shumë e ma shumë, dhe e di se e kom kriju një boshllëk, një mungesë timën të ata. A është e vërtet që thuhet që kur je gjysh i don më shumë një prit se sa fëmijët, ajo? Po thom, është kohë kur po muj me u përkushtu që atë boshllëk e kom kriju unë të fëmijët edhe plotësisht kanë drejt me qenë kritikën në këtë drejtim. A je gjysh i mirë, a je gjysh i urtë, a je gjysh strikt, a ja u bën qefin fëmijëve? Kjo ka qenë kriza jem emocionale kur jom bo gjysh, se nuk kom dasht me më perceptu as një pjesë mbesa si kvorin, i cili i mbron prej babës edhe prej nanës, se ata kanë me umar me ta, ata kanë me i eduku. Edhe dyta ka qenë, ndjeni kënaqësi shumë të madhe kur ju blej një dhuratë, edhe shoh buzëqeshjen e tyne. Po kjo prap ka qenë ajo friga se mos në një mënyrë po mundona me ble dashnin e tyre. Edhe isha në atë krizën se mos po gaboj me dhurata. Mos po gaboj. Në rregull, unë falenderoj shumë që ishe studio. Falender për hapësirën mediale, për shëndet mendor, po shumë me rëndësi, dhe ajo që kam pëlqej është nuk folëm shumë për smundjet, po për shëndetin mendor. Patjetër, falenderoj shumë që ishe studio.